Për këtë merrmalli. Për merrmalli për nusën e Dajës së madhe, më zëvendësoi nënën. Se të rish 3 muaj, Flori, jemi në një intervistë edhe ke ndjeshmëri thua, shiko, të rri dhe pak e tasha që më japi edhe një kafe. Nuk e di nëse më kupton. Edhe unë, kur shkoja tek dajat e mi, gjithmonë dashurinë e kemi patur për nuset e dajave, sepse na gatuante. Plus që edhe baba im, sepse të dy vinë nga fshatrat e Dibrës, në Gre, por unë isha e vogël dhe nuk mund të udhtoja. Nëna ime më shumë s'kishte. Para 10 vjetëve. Plus që Dajën e Madhe kam pas deputet, e kam pas kryetar kooperative për 7 fshatra dhe na thoshte, asnjëherë nuk na thoshte Daja, as mua dhe motrës time, nuk donte të na lëndonte për atë çka kishim për humbjen e babait tonë. Edhe thoshte, pashi me babën, të punoni, thoshte, gjithmonë me të drejtën, sepse e drejta ndoshta mund të jetë e vonë, po edhe unë e kam parim. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.